Ligji shqiptar në 2023 korrik 2012, ku vendi i drejtuar nga Josefina Topalli ka vendosur që të heqë imunitetet, që atë heqë të mos ketë më penges prokuroria, që të hetoj X-in, Y-in, deputeti, kryeministrin, pra asnjë pengesë ligjore për të hetuar. Prandaj u bë ai ligj atëre. Prandaj ndryshoi kushtetuta edhe kodi i procedurës penale për këtë gjë. Kështu që kryeministri hetohet, jo nuk hetohet. Po mirë, këta e kanë shtyrë goxha këtë narrativ që s'do e gjej gjë sa të jetë në pushtet. Jo, shiko, tani, dëgjoj Flavio. Kjo është narrativa e këtyre cilët duan të mbrojnë. Por një prokuror i përgjegjshëm, se do të kuptojmë diçka. Edhe në atë Italinë që ne të gjithë i bëjmë shembull, nuk janë sot as dije as pardije, nuk kanë qenë 20 prokurorë as 30, 4-5 kanë qenë. Dhe sot në Itali 4-5 janë, Gratteri 3-4 tjerë janë, që bëjnë luftën me mafjen. Nuk janë gjithë prokurorët e Republikës Italisë që luftojnë. Dhe në Shqipëri, mos prisni të 20 prokurorë që janë atje, se ata janë gjithë kot atje. 3-4 djem nënash që mund ta duan Shqipërinë, ta duan pa kushte, jo për pagën, se këta e duan Shqipërinë për pagën. Ky është problemi i madh i prokurorëve shqiptar. Duhet ta duash vendin tënd edhe të bësh këtë lloj lufte. Po 1-2 prokurorë bëjnë këtë. Ata marrin zëmër, ata vendosin çdo gjë të shenjtë, të shtrenjtë të jetës tyre në shërbim të kombit. Dhe kjo është, prandaj po them. I keni ju emrat e këtyre? Shiko, unë për veten time deri sot aty nuk shikoj ndonjë. Ta them sinqerisht, sepse nuk ka strukturë më të formuar sot në Europë që të ketë 20 prokuror antikorrupsion dhe 100 oficer në dispozicion të tyre. Nuk ka asnjë strukturë tjetër në Europë, Flavio. Të flasim realen. Dhe më thoni rezultati. Në letër këta do të kishin shpartalluar dynjan. Unë nuk pretendoj që ata 20 prokurorë të luftojnë korrupsionin çdo cep të Shqipërisë. Është e pamundur për ta luftuar. Por, ama këtë lloj korrupsioni ku kryeministri ngrihet nga darka duke pirë verën 33.000 euro, lëshon firma, jep VKM, jep urdhra për të bërë ligje personale, të kuptojmë, jo ligje me emër, lëshon investitor strategjik, tani ka shpik dhe paket e maleve, dhe ku t'i gjun çfarë po bën ai në këtë vend, mjafton që një prokuror të jetë, një prokuror të merret me kryeministrin dhe nuk ka nevojë as për 20 as për 15. Po nëse gjithë korrupsioni buron nga kryeministri. Po pikërisht sepse këtu qelbet peshku nga koka, thot populli. Dhe nëse ti sot ndalon, pra heton kryeministrin, ti sot ke fituar luftën me korrupsionin. E pe në Spanjë dije çka ka ndodhur. Po, bastisën zyrat. Bastisën zyrat. Dhe shkuaj ajo atje dhe nuk i la garda të hynin brenda në kryeministri. Jo se nuk kanë shkuar këta të BK-s, por nuk i la garda të hynin brenda. Po kupton çani Beçës flasim apo jo? Kryeministri i vendit atje dje është shpartalluar. Vetëm i ka mbetur, po Spanja, padyshim. Po padyshim, dhe Spanja dhe është shpartalluar. Dhe kjo ajo është prokurori. Dhe në gjithë botën, agjensit, opozita duhet të dali me një platformë qartë. Do ndërtojmë një strukturë kombëtare për të luftuar krimin, korrupsionin. Do të marrin para të gjithë hajdutëve që kanë vjedhur në këtë vend. Gjithë hajdutët që kanë vjedhur dhe vazhdojnë të vjedhin toka, prona, çdo gjë të shenjtë të shqiptarëve dhe do t'u kthejmë, duhet të dalë opozita e qartë më, e kupton? Do thot lëre prokurorin më, do bëj agjenci shtetërore për konfiskimin. Agjenci shtetërore për konfiskimin e të gjithë atyre të cilëve janë bërë pronar nga darka në mëngjes me BKM. Të gjitha atyre që ishin njerëz të rrugës, lëtyra rrugës dhe i ka marrë, ky ka bërë biznesmen, Flavio. Dhe qytetar shqiptar, për këtë po ikin nga Shqipëria, sepse e shikon atë patronazhistin, nga sot në nesër është bërë pronar. Fëmia i tij lumturohet, fëmia e tjetrit rri pa bukë, pra. Pra opozita, kjo është gjë pare opozitës, kjo duhet të jetë. Agjenci shtetërore për konfiskimin e të gjithë pasurive të hajdutëve të këtij vendi. Po si mund të marrësh tokën 1 euro ti më? Dhe të gëzosh ti tokën e tjetër 1 euro. Si mundet, mos ç'a koncepti ke? Dhe ti të gëzosh pronën e tjetër, të bësh investime ti, të bëj investime strategjike historike, se ato investime strategjike disha janë paratë e pastrimit të korrupsionit. Nuk ka asnjë investitor strategjik në Shqipëri. Kanë histori rakoti.